koncertës latë dhe i kemi diskutuar këtu. Megjithatë, Redion, çfarë pritet, sepse sonte duket se kemi është dhe dita kur do të mbahet edhe Prime në Shqipëri, çfarë pritet, do të ketë shumë të reja sonte atje? Sigurisht, përpara se të lidhem me ju, pash direkt një video të një zafi që është futur në shtëpi, që ka dënuar banor që kanë qenë pjesë e akuariumit pasi Kristi, si që dihet ai Trezavaçi i shtëpisë, ktheu mbrëm rregullin e Big Brother, që nuk do të fliste, nuk do të komunikonte me pjesën tjetër të banorëve që nuk ishin pjesë e akuariumit. Dhe kjo ishte, Redion, pikërisht po frika më e madhe e banorëve të tjerë që ishin në akuarium dhe gjithë sa po morën lajmin u friksuan se do të ishte pikërisht Kristi ai i cili edhe do ta prishte këtë, apo jo? Sepse Kristi në këto 2 javë ka bërë gjithçka në të Big Brother, ka dalë nga obori, pak a shumë ka bërë situata që i kemi parë dhe në vitin e kaluar nga gjesti, por duke mbetur tek kjo, sigurisht që ka pasur edhe një lloj dyshimi brenda shtëpisë se brëm banorët çfarë nuk kanë bërë për të kuptuar këtë heshtje që kishin 6 banorë që ishin pjesë e akuariumit me tonë. Një nga situatat dhe 2 nga personazhet që ka një lloj vëmendje më të shtuar është padyshim Miri dhe Stelin për të gjithë atë dramacitetin dhe për të gjithë gabimin që i dhan fillimisht raportit të tyre si bab e bij dhe pse fatkeqësisht është kthyer një lloj talli në rrjetet sociale se shikojmë Mirin që ka lutuar, shikojmë Selin që është mërzitur dhe që është prekur, nuk e dim tani më që do të rifutet Miri në akuarium, do të ketë një lloj besoj, do të ketë një lloj debati dhe një lloj sherri të madh me Kristin, gjë që ky fundit këtë gjë e ka dashur se e ka marrë atë shenjën që publiku e do, si ishte pjesë e 5 banorëve që publiku i votoi si të preferuar, do të shikojmë se besojmë ky do të jetë një lloj elementi i veçantë i raportit të Mirit, i cili ka treguar që ka një vajzë, që ka një marrëdhënie, nuk e ka sqaruar nëse marrëdhënia me bashkëshortin e tij është formale, pra ata janë thjesht bashkë për hir të vajzës apo kanë diçka për te, ndërkohë nga ana tjetër është gjykuar shumë që Selin nuk e ka kuptuar letrën e babait që në rrjeshta i tha që bën lojën tënde dhe mos fokuso tek Miri, ndërkohë që ajo lojën e saj ka tek Miri. Kemi Kristin i cili sillet si një lloj shoku i të dyve, ndërkohë që po tenton të bëjë një grup me Angelën dhe Eugenie dhe mbrëmi kemi parë, i kam ndjekur deri në mesnatë duke thurur plane dhe duke ideuar se si mund të nxjerrin nga loja Selin, pasi është ajo thembra Akilit e Mirit, i cili dashur apo nuk duan të tjerët, është një nga elementet kyç të shtëpisë së Big Brother dhe është një nga ata banorë që pa diskutim po shikohet si një lloj babaxhani edhe pse është pak se e çuditshme kjo situata që ka me Selin. Po, raporti mes Brikenës dhe Mateos, Redion, si e ke parë realisht dhe gjithsesi se njëra palë ka të drejtë, megjithatë nga këndvështrimi yt, nga ajo që e ke parë deri më tani dhe diskutimet që kanë pasur brenda akuariumit, cili mendon se ku qëndron e vërteta realisht? Kam një lloj keqardhje për personazhet që futen në Big Brother duke u prezantuar si ishi, se nuk është status apo nuk është një element që të bën ty person publik, pra që futesh si ishi dashurit Brikenës, pastaj që e mohoi dhe duke pranuar Mateo që ka pasur thjesht komunikim dhe ka pasur një takim. Nuk më pëlqeu që Brikena Prime-in e së shtunës u pan fytyrë që pati një lloj tensioni, kishte edhe një lloj ballfaqimi duke i etiketuar produksionin si shkaktar të kësaj futje me shkak sipas saj që duan t'i prishin imazhin, ku e kemi parë deri më tani që Brikena ka një simpati të madhe nga publiku dhe po e pëlqen për atë vajzën e çiltër, për atë vajzën që nuk përpiqet të bëj skema apo drama, e kemi parë që është ndihmuese me Stenaldo, një person që nuk ka shikimi, por që nuk e pëlqeu këtë ndihmën, e pam edhe mbrëm kur u fut në pishinë për të marrë ato rroba që banorët ja hollën Gretës. Pra pak a shumë e kemi parë Brikenën edhe këtë qasje e ka pasur dhe ku ka qenë në një